Sistemi I ri për hyrje dhe dalje nga zona Schengen, që gradualisht po zbatohet nga 12 tetori, krijon probleme për transportuesit. Ai mund të ndikojë edhe te agjenci turistike dhe punëtorët sezonal, sidomos nëse qëndrojnë më shumë se 90 ditë të lejuara. Në emisionin Biznes 21 u diskutua për përfitimet dhe sfidat e tij. Обслужуваме 96% од превозите во увоз и во извоз, што значи без непречена работа на нашите превозници ќе имаме големи проблеми и во стопанството на секое ниво, затоа што цените на превозот кои ќе се користат германски, бугарски или било кои други превозници ќе пораснат. Агенци туристike presin që zbatimi të shtyhet për një vit. Ако не се направи од сега да почне да се имплементира, негде до мај месец, барем 60-70% да се имплементира, тогаш во сезоната ќе имаме сериозни проблеми. Туроператорите, значи агенциите, сите ќе имаат проблем за своите патувања, особено во Грција. Рачунете милион луѓе, како ќе ти евидентираш на граничен премин. Nga agjencitë për ndërmjetësim të punës jashtë shtetit thonë se sistemi I ri nuk do të jetë problem për ata që janë legal, por për ata që punojnë ilegalisht. Megjithatë, kërkesa për punë bie. Оние кои сакаат да го злоупотребат слободниот влез во Европска унија и да престојуваат повеќе од 90 дена веднаш ќе бидат банирани, односно ќе бидат регистрирани и ќе биде забранет на тамошен влез во одреден период. Страшно намалена побарувачката, поготово во државите кои се традиционално интересни за вработување на македонците. Германија скоро и да нема работни понуди во моментов. Италија е страшно намалена барањето на работна сила. Këtë vit pothuajse 16.000 punëtorë nga Maqedonia kanë punuar në Kroaci, por me kuotat e reja nuk dihet se sa do të shkojë sezonin tjetër. Muratovska paralajmëroi se shumë transportues të Maqedonisë kanë kompani dhe automjete të regjistruara në shtetet e tjera. Kerim njoftoi se do të kërkojnë shtyrje ose heqje të sistemit të ri ETIAS, I cili kërkon regjistrim online dhe pagesë prej 20 euro gjatë udhëtimit në zonën Schengen, pasi kjo do të jetë një kosto shtesë për turistët. Për një familje 4 anëtarëse janë 80 euro, një barë serioze, u shpreh Kerim.